Kandidatja për kryetare në Bashkinë e Vlorës Brunilda Mersini zhvilloi takim me gra dhe vajza të rajonit 3 me fokus rolin e tyre në jetën shoqërore dhe zhvillimin e komunitetit. Gjatë bashkëbisedimit Mersini theksoi se gratë dhe vajzat janë një forcë e pasvendësueshme për qytetin dhe si të tilla duhet të kenë më shumë hapësira, mbështetje dhe mundësi për të ndërtuar të ardhmen që meritojnë. Mersini theksoi se përkushtimi ndaj vajzave dhe grave do të jetë një nga prioritetet e saj kryesore, me synim që Vlora të bëhet një qytet ku çdo grua dhe çdo vajzë ndihet e vlerësuar dhe e përfaqësuar, ndërsa pohoi se në institucionin e bashkisë të gjitha gratë dhe vajzat do të gjejnë derën e duhur për çdo problematik apo kërkesë. Sfida për një qytet si Vlora me potenciale të shumta zhvillimi, sipas Mersinit, është rritja e cilësisë së jetës në sektorin kyç të saj, referuar nevojave mëjetike të komunitetit. Gratë janë zemra e shoqërisë, gratë janë shtylla e familjes, dhe vetëm kur jemi bashk, ne do të kërkojmë të drejtat tona, do kërkojmë që në atë bashki të dëgjohet zëri grave, të kenë vendin e tyre me respekt, të jenë pjesë e vendimarrjeve në qytet, sepse kjo na bën më të forta, që familjet vlonjate t'i bëjmë më të forta, që gocat tona t'i rrisim qytet me vetbesim, po dhe djem t'i edukojmë me respekt për gratë. Vlora është një nga qytetet që ka potencial të jashtëzakonshëm, ku pa diskutim prioritetet e qeverisë e kanë dhënë efektin e tyre në këtë dekadë, por na çalojnë infrastruktura e lagjeve, jeta e përditshme. Dhe sfida më e madhe e atij institucioni që unë do sfidoj veten ta drejtoj, do të jetë jeta e përditshme. Zëri i përditshëm, nevojat e përditshme për të rritur cilësinë në qytet. Në rrugtimin tim, dera e asaj bashkie do të jetë e hapur për gjithë secilën grua të këtij qyteti të Vlorës. Dhe të ecim bashkë hapa sapi ditë pas ditë në këtë qytet. Vajzat dhe gratë e pranishme në takim shprehën vlerësim për kandidaten Mersini, duke theksuar besimin e plotë se drejtimi Vlorës nga një profil i saj do të jetë gjithmonë me qytetarët dhe për qytetarët. Ky besim sipas tyre mbështetet në provat që zonja Mersini ka dhënë më parë, kur drejtoi për vite me radhë me profesionalizëm një institucion kyç, siç është Spitali Rajonal i Vlorës. Të bërë gjëra shumë të vogla por me dashuri të madhe. Ajo dera të jetë e hapur për gjithë qytetarët, pavarësisht ngjyrave. Njeriu në jetë ne të tërë jemi kalimtar. Mjafton të lënë kur të një gjurmë dhe një emër të mirë. Dhe ti këtë mundësi e ke se unë të di aftësinë që ke. Se je grua luftarake, ke atë shpirtin për të ndihmuar njerëzit. Unë të uroj suksese dhe pa çfarë, edhe lëndë një emër të mirë për qytetin e Vlorës. Jam shumë krenare sot që do na përfaqësosh, delisisht si kryetare bashkie. Je një grua me shumë vlera, je një grua e shkathët, je një grua e zonja, je një grua që ke bërë vend vetes që të nderojnë atje ku ke qenë drejtore spitali. Është një besim i madh për ne kur flasin njerëz të punës, kur flasin njerëz që të njohin në punë. Është një besim i madh për të gjithë ne për të hedhur atë votën tonë me besim për ju. Takimi me vajzat dhe gratë e rajonit 3 është pjesë e turit të takimeve të drejtë për drejta që kandidatja për kryebashkiake Brunilda Mersini po zhvillon me banorët në çdo lagje dhe njësi administrative. Ky tur dëshmon angazhimin e saj për një bashki më të hapur, më të kujdesshme dhe më pranë qytetarëve, ku zëri çdo komuniteti të dëgjohet dhe të marrë vlerë.